Në përgjithësi, muzika është shumë e rëndësishme, sidomos për stafin e sallës. Salla është diçka shumë solemne dhe puna në ekip është gjëja më kryesore. Në përgjithësi, preferencat e mia nuk janë këngëtarët single, por janë këngëtarët që punojnë në band, që nënkupton një harmoni mes njëri tjetrit për të arritur atë finalizimin e një sinergjizmi të përbashkët për të nxjerrë finalen e cila nënkupton suksesin. Ashtu si kundër, për shembull, ne jemi ekip në sallën e operacionit, nga më të preferuarat bende është Metallica. Do të kujtoja me nostalgji, kur e kam parë për herë të parë në YouTube, bashkëpunimin me Orkestrën Filharmonike të San Franciscos. Ajo ka qenë kulmi i një bashkëpunimi i cili domethënë finalizohej me një perfeksion të vërtetë. Sigurisht që në momentet caktuara ne kemi emocione shumë të forta në sallë dhe patjetër që muzika është faktor kryesor në qetësimin apo ndonjëherë në relaksimin edhe të punës, duke rezultuar shumë efektive për sa i përket punës së përditshme.